Emigracioni shqiptar është ndërruar në një fenomen strukturor me ndikim të thellë dhe afatgjat në zhvillimin demografik, ekonomik dhe social të vendit. Rreth 2.2 milion shqiptar jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë sipas dhënave të publikuara nga Instat për diaspora në shifra. Shumica dërmuese e emigrantëve janë të grupmoshës 15-64 vjeç, duke reflektuar largimin e fuqisë kryesore prodhuese dhe njerëzore të vendit. Ky realitet e bën emigracionin jo vetëm një çështje sociale, por një problem të drejtpërdrejtë zhvillimi që prek potencialin e rritjes ekonomike, tregun e punës dhe qëndrueshmërinë e skemave sociale. Një element domethënës i evidentuar nga Instat është prania e lartë e fëmijëve nën 15 vjeç në diasporë, fakt që tregon se emigracioni nuk kufizohet më në lëvizje individuale për punë, por përfshin zhvendosje familjare dhe vendosje afatgjata jashtë vendit. Destinacionet kryesore të diasporës mbeten vendet e Bashkimit Evropian, me peshë të veçantë Italinë, Greqinë dhe Gjermaninë, por raporti evidenton edhe zgjerimin e shpërndarjes gjeografike në shtete të tjera europiane edhe jashtë kontinentit. Gjatë viteve 2021-2023, Italia dhe Greqia ishin shtetet ku shqiptarët kanë fituar më së shumti shtetësinë. Gjithashtu, Gjermania, Franca, Suedia dhe Belgjika janë ndër shtetet e tjera ku ka pasur rritje të fitimit të shtetësisë të këtyre vendeve. Gjatë vitit 2024, Italia, Greqia dhe Gjermania janë vendet me përqendrimin më të lartë të shqiptarëve me leje qëndrimi për arsye të ndryshme, ku 47.6% e lejeve të qëndrimit në 27 vende të BE-s janë për arsye të bashkimit familjar, ndjekur nga arsyeja për punësim me 29.1% dhe arsye të tjera 22.4% dhe e fundit për studim rreth 1%. Të dhënat e anketës së komunitetit amerikan për vitin 2023 tregojnë se shqiptarët e gjeneratës së parë në vitin 2023 janë 94.616, këtu përfshin ata që kanë emigruar pas viteve 1990, ndërsa gjenerata e dytë është 111.904, pra më shumë se 200.000 shqiptar jetojnë në SBA. Në tërësi, të dhënat e Instat nxjerrin në pa një emigracion masiv të moshave të reja dhe familjeve, i cili thellon pllakjen e popullsisë rezidente, të kur bazën e kontribuesve në ekonomi dhe krijon presione të reja mbi zhvillimin afatgjat të Shqipërisë.